Dy banesa u përmbytën pas ditën e të premtes në Xhyerin. Shkak është bërë dalje nga shtrati i kanalit vaditës të tokave bujqësore. Në fakt ka qenë një banor i këtij fshati që ka kontaktuar me televizionin 6+1 Vlora për të kërkuar ndihmë dhe ndërhyrje nga institucionet. Banori thotë se uji i ka hyrë në shtëpi dhe në fakt i rrezikoheshin edhe bagtit. Por gjithçka ka ardhur për shkak të punës që po realizohet në këtë zonë nga bordi i kullimit në drejtim të një investimi që do t'i shërbej pastrimit të rrjetit të kanalizimeve që vadisin tokat bujqësore. Por ka qenë në fakt një çarje aksidentale këtij kanali në një pjesë të tij që ka bërë të mundur daljen e ujit dhe vërshimin drejt dy banesave. Bashkia e Vlorës, Njësia Administrative Qendër dhe institucionet e saj, me të marrë sinjalizimin, kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë ndryrë menjëherë për të bërë të mundur në bashkëpunim edhe me firmën punimet për të normalizuar situatën. Në fakt, fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz, materiale apo gjëne gjallë që mbarshtojnë banorët në këtë fshat. Gjithsesi, masat u morën për të verifikuar edhe situatën e për ta normalizuar atë në një kohë sa më të shpejtë.